Sufjani Thauri rahimullah ka thonë, kisha pas shef shumë, 1 vjet me mujt me konë si Abdullah ibn Mubarakut. Me mujt 1 vjet jetën e pas jaj, thot po jo munu, po mi 3 ditë s'ka mujt me e quatë. Subhanallah. Sufjani Thauri rahimullah, po flasën për Sufjani ka thonë ibn Mubarakut, që ka thonë nër qiell dunjas tonë edhe mi tokë, dietar për hadith më i madh se që s'ka atë. Për Sufjani Thauri rahimullah. E kjo ka thonë 1 vjet me mujt me qu si që ki burr, e ka pas model, me çfarë u shtyja apo? Çka ka thonë Omeri radiallahu ta'ala anhu? Thotë jam shtyj tan kohën me ja kalu Abu Bekrit, derisa ka kohë e të bukut. Apo kur e ka marrë është, bene ka thonë Omeri ka mënu që qëtar ja kalova, se gjysmën e pasurisë, për në gjysmën e pasurisë, ke që ka pas gjysën, ja ka thonë pejgamberit për me pregadit ushtrinë e të bukut. Gjysmën e ka thonë Allahut, ja ka thonë familjes e tërë. Gjysë për gjysë, të qëtash, besaj që Abu Bekri, kër e ka marrë është, qëka kalon Abu Bekri, ka thonë, pe i sot mo, s'ka kushit në zëndë, jo, o Siddiqër. Ama ka pas gara ata i nështy, në kuptim pozitiv, nga se Allahu te barek o ta'ala, në punë të ahiretit, në ka stimulu me garu. O fi dhalike, falyatanafesil mutanafisun. Kur Allah përmen gjenetit, e për qëta garani? Qëtë shtyjuni? Se gara për gjenet nuk prodhon zili. S'ka mundësi.